Ja, kur është, më falë se të ndërpreva, po kur është transparenca, kur individi që bën donacione me zemër, e shë që këto donacione janë aktive, është kryer në mënyrën si që është premtuar, nuk ka makinacione mbrapa me fondet, besojnë tek shoqata dhe fakti që ju po përmendni këto shtëpitë ndërtuara, janë ndërtuar me donacione. Të thoshe dy gjëra tjera te transparenca, është shumë e rëndësishme, transparenca, sidomos jo vetëm për natyrën, përgjithësisht jo profite, po për të qenë i qartë me komunitetin, për të qenë i pastër, sepse aty është e gjitha, domethënë, te besimi që kanë anëtarët e komunitetit. Është pjesë e jetës fatkeqësisht, ka patur që ka ndëruar jetë dikush që s'kishte familje. Janë 3-4 raste gjatë viteve, të paktën këto 10-12 vjet që më mentuan, kemi dërguar trupin e personit në Shqipëri. Si u dërguar, duke u mbledhur, thirrje anëtarëve të komunitetit, kush më shumë, kush më pak. U grumbulluan lekë më shumë. Ja kemi dërguar më mas. E kemi dërguar në proces verbal, të filmuar me kamera. E ka marrë iksin te Pelena, apo në Fiera, apo në përmet ku ishte, kur kishte për të vajtur. Në mbuluan shpenzimin e transportit dhe çdo gjë. Kemi bërë pjesë e traditës dhe i kemi pritur për ngushëllime në shoqat bashkëdhetar, duke u shërbyer kafe. Nuk më qenë në kafe turke, kafe shqiptare, edhe një gotë raki. Edhe ditën e dytë është nisur viktima. Duke folur te transparenca, është tepër e rëndësishme ashtu se tani që të flasim dhe për transparencën brenda në shoqat. Ne si këshill drejtues i kemi bërë gjithmonë publiku të ditur që gjithmonë të gjithë anëtarët që janë anëtarë shoqatës e kanë të drejtën të shikojnë se ku vjen donacionet e tyre, sepse neve kemi libra të hapur. Çdo pare që vjen, çdo lek që vjen, çdo të ardhurat që vijnë shoqat janë të dokumentuara që nga fillimi deri në fund. Neve kemi të gjitha dokumentat për të qenë sa më transparent. Jo vetëm që kemi çuar fatkeqësisht në momente të vështira si sa tani njerëz në Shqipëri, por neve ndihmojmë edhe njerëzit që vinë në Amerikë. Neve jemi si vendi i parë ku ata mund të kërkojnë punë, pasi kemi shumë biznese shqiptare që na ofrojnë këto shërbimet dhe kërkojnë punëtorë dhe neve jemi atje si ura lidhëse ndërmjet personit që sapo vjen për ta integruar në jetën amerikane dhe për të gjetur punë. Edhe shtëpi me radhë, domethënë. Se më përmendë diçka mjaft pozitive. Jo pak më përpara kisha një telefonat me dikë, thotë ka marrë në Florida 2 vjet më parë, por nuk kisha asnjëri aty, nuk dija qa punet bëja, si të lidhesha. Kjo është, ne jemi shpje gjyqës madhe, mund të thua, që çdo njeri vjen edhe se po vazhdon të semi, është ajo që në qoftë se ti u mbet rrugën e s'ke ku shkon, e ke derë në hapur aty, s'mund t'i përmendim gjitha çfarë bëhet, kuptohet, se fillova me vdekje, por komuniteti aty ndihet shumë mirë, për çdo gjë, s'mund t'i përmendim gjitha. Ka aty një hall, ndonjë sallë? Po, patjetër, shumë salla. Po, te Godinë e Re, vendi është migjer, është privat, është i rrethuar, kemi klasat, sigurisht që kemi dhe sallë. Gjë më e bukur është, e diela aty Gomzhin ambienti është e brenda nga fëmijët e shkollës, sepse siç thash pak më parë, nuk mësojnë vetëm për shkronjat, për alfabetin, për fjalët, po mësueset kanë udhëzime edhe nga neti, o bëndemi interesante, me këngë, me valle, duke parë dhe filma. Kur javën e kaluar u festua Halloweeni, të dielën, jo sot, se sot kanë mësim, po dielën e kaluar, se hyri në ndori. Kishe qef, zemra malë të beshte, sinqerisht, u kënaqën fëmijët në atë parë, po dhe prindi kur i shikonin fëmijët e tyre, sepse e kthyem në një fest në ato një orë një reca vetëm për Halloweenin. Po dështoja diçka, punë e madhe është bërë, tha dhe Arti dhe Semi të dy që një ndihmë e madhe komunitetit. Në thënë, e shikojmë problemin dhe nga ana praktike. Aq sa ke mundësi mund të ndihmojmë. Patjetër. E preku Semi tha që kur vinë, s'kan kur të përplasen, s'kan kur të gjejnë një vend pune.
ne ndihmojmë punëdhënësit, bizneset shqiptare kur kërkojnë punëtor, po dhe bashkëdhëntar tanë të Sepse edhe gjuhën se njohin në atë moment. Po kjo bëhet edhe për të gjetur shtëpi, për të gjetur strim. Kjo bëhet edhe për shumë lajmërime të tjera. Në thënë, është e vërtet, jemi shoqat social-kulturore adhetare, por në njëjtën kohë mundohemi të gjendemi komunitetit tonë, antarët komunitetit tonë për të ndihmuar me mundësitë që kemi. Por këto vitet që kur ka hyrë bota e internetit, me social sites më ashtu është bërë një punë e madhe në këtë drejtim. Unë do më thënë, përmbrodha me një fjalë që është shtëpia e gjyshës apo shtëpia e nënës. Të përgjigjesh atë pyetjes tënde aty nuk kemi njeri që ta paguajmë për shembull që të rri në reception. Ndërtesa shumë e madhe, shumë e bukur, është gati 4000 square feet, më shumë se aq. Po aty çdo njeri është për ditë domethënë dera është hapur. Ke shumë njerëz, ke prindër që duan të bëni diçka, domethënë shikoni diçka që nuk është mirë apo diçka që dojnë attention, dojnë rregullim, vinë aty e bëjnë. Domethënë edhe dera mund të jetë mbyllur nga ora 12 e natës me 6 mëngjesit, sinqerisht. Domethënë çdo kohë ka një njeri aty dhe adresën e dinë gjithë, edhe vinë njerëzit vet, domethënë kanë secili domethënë si kish, si xhami, si mund ta quash, domethënë, por kjo është për gjithë shqiptarët, nuk ka domethënë. Edhe për ta mbyllur pak a shumë këtë paraqitje të punës suaj, unë ju parashtroj nevojën e bashkëpunimit të ndërsjellët mes televizionit tonë dhe shoqatës suaj, që biseduam paraprakisht edhe me zotin Gani. Ne jemi të gatshëm të pasqyrojmë veprimtarinë e shoqatës. Natyrisht mund të vim të organizojmë dhe një cikël dokumentar me pikat ndryshme në Filadelfia, me qendrën tuaj, me punën e shkollës dhe me aktivitetet tjera. Natyrisht ju ftojmë që folëm edhe për mediat sociale, sado se nuk kemi mundësinë praktike për qenë vazhdimisht aty, sa do herë keni një informacion filmik me zë dhe me tekst ose na e dërgoni, do të bëjnë një pjesë, është garantuar e emisioneve tona, se ne synojmë jo vetëm shqiptarët e Michiganit, po dhe të New York ku kemi korespondent, po dhe të shtetave të tjera ku bashkëpunojmë me individ të ndryshëm, duke qenë një shoqat kaq aktive, me kaq veprimtari, ju lutem na ndihmoni t'ju ndihmojmë. Patjetër, unë do të shtoja diçka domethënë për se ne mund të bëjmë me një telefon, me kështu mund të bëjmë diçka, por mendoj siç tha zoti Gani, domethënë që prezenca juaj apo një domethënë professionals, dy profesionista për shkakun që të vini të bëni një tour atje. Unë personalisht marr për shpenzimet domethënë personalisht, jo shoqata, të mbuloj shpenzimet tuaja, do bëj me kënaqësi, që të vini vërtet që t'i tregoni domethënë të gjithë shqiptarëve të tjerë apo kudo që shikojnë, domethënë që themi drejt ne jemi të kënaqur që kemi bërë diçka të tillë, kupton. Një shtëpi të bukur, një qendër shqiptare, një shtëpinë e gjyshës apo shtëpinë e nënës, mund ta thuash për gjithë shqiptarët. Ju faleminderit për këtë veprimtari dhe për ftesën, Urdo. Do thosha edhe një herë faleminderit për kohën tuaj, për përkushtimin që na dha mundësi që për këtë intervistë kur jo vetëm të shkëmbej mendime, por në të njëjtën kohë t'ju njohim ju dhe me shoqatën Mbi të Shqives Philadelphia dhe me aktivitetin e saj. E theksoj edhe një herë, jo thjesht në fjalë përgjithshme jemi të hapur për bashkëpunim, por për gjëra konkrete. Do t'jellim kohës, siç e thatë edhe ju, çdo gjë brenda mundësive. Do t'i shtrim këmbët sa kemi organin. Por po, koha do ta tregoj, pse jo? Ju këtu në komunitetin tuaj të shqiptarëve në Michigan, ne në Philadelphia, ju me institucionin e medias, TV USA, mund të bëni shumë gjëra që mund të ndihmoni neve, por dhe ne mund të bëjmë me aktivitetet tona, me veprimtarit tona, diçka që mund të ndihmojmë juve. Dhe në fund, gjë më e bukur është sepse arrihet i njëjti qëllim që ka të bëjë me shqiptarët e diasporës. Në fund të fundit, ne dim që ashtu si televizori dhe shoqata jonë kemi një mision përbashkët. Të tregosh traditën, kulturat
dhe ti transfertosh këto tek e ardhmja. Qoftë shoqata apo të televizori juaj është identik. Pse mos i bashkojmë forcat dhe ta bëjmë dhe këtë misionin ton edhe më të fortë. Pikëqëllimi ynë është tek të ardhmen tonë duhet me patjetër transferohet kultura, tradita dhe zakonet tona. Kemi një kulturë tepër të lashtë, por duhet është detyra jonë që t'ja transferojmë te fëmijët tanë. Jo më kot quhet shoqata juaj Bitë e Shqipes, e jo më kot jemi Bitë e Shqipes edhe këtu. Bitë e Shqipes, yes. Po, edhe ju falenderoj për praninë tuaj në studio, për punën mjaft të mirë, novatore në drejtim të organizimit të komunitetit shqiptar që bëni në Filadelfia, dhe koha do ta tregoj se me vullnet, me dëshirë mund të arrihet gjithçka, edhe ajo që ju duke e pamundshme për të pasur shtëpinë tuaj, e keni realizuar këtë ëndër. Amerikanët e kanë shtëpi e bukur shtëpi në këtë mes. Unë ju uroj rrugë të mbarë për në Filadelfia dhe do qëndrojmë vazhdimisht të lidhur në aktivitetet. Dhe ju suksese. Mund të quajm reklamime dhe këtë për shkakun, se unë kam profilin punës, nuk e ndihmoj dot. Ne domethënë kemi antar nga gjithë bota, po thuash. Edhe nuk kemi domethënë kufizime, qofse flet shqip, edhe po je martuar me shqiptar, domethënë je bashkëshort, ne më kënaqësi është një aplikim i kollajshëm që bëhet online, edhe është $8 në vit. Në vit. Për 12 muaj është $8. Ajo për familjarët 80, 50 për pensionistët. Ajo pagesa është me $8, domethënë, si mund ta quash, mund të blesh 2 arka birre që harxhon çdo javë, apo mund të blesh 8 paketa cigare që harxhon për një javë prapë, kupton? Domethënë është diçka, nuk është lekë, është vetëm ajo që është kënaqësia të jenë sa më shumë shqiptarë të jenë bashkë. Mbyllim këtu këtë emision me urimin përbashkët që të kemi sa më shumë shoqata të cilët të drejtohen, sikur se folim, të gjithë shqiptarëve që të jenë të gjithë bashkë, se jo më kot jemi Bitë e Shqipes. Faleminderit edhe një herë. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument. Trajtuam aktivitetin e shoqatës Bitë e Shqipes në Filadelfia, rrugën e saj drejt realizimit të një qendre kulturore shqiptare, një shembull që duhet marrë nga gjithë komunitetet shqiptare kudo që jetojnë në shtetet të ndryshme të Shteteve të Bashkuara. Edhe një herë, ju faleminderit.